Një gjykat në Spanjë ka dënuar David Sanchez, vëllain e kryeministrit Pedro Sanchez, për shpërdorim detyre administrative, duke skualifikuar për 9 vjet nga mbajtja e funksioneve publike. Gjykata arriti në përfundimin se posti publik që ai mori në vitin 2017 në Këshillin Vendor të Badajoz ishte krijuar posaçërisht për të. Bashkë me të u dënua edhe Miguel Ángel Aguilardo, ish president i Këshillit Vendor dhe drejtues rajonal i PSOE-s, i cili u skualifikua për 18 vjet nga funksionet publike. Sipas vendimit të gjykatës, 11 të dënuarit morën pjesë në krijimin e një posti të panevojshëm në administratë me qëllimin që ai të plotësohej nga David Sanchez. Ndërkohë akuza për ushtrim ndikimi u rrëzua për mungesë provash. Vendimi përbën një goditje të fortë politike për kryeministrin spanjoll, i cili prej muajsh ndodhet nën presion për shkak të hetimeve që kanë prekur njerëzit më të afërt të tij. Bashkëshortja e tij, Begoña Gómez, vijon të jetë nën hetim, ndërsa figura të rëndësishme të Partisë Socialiste janë përballur me akuza arrestime ose dënime. Mes tyre është edhe ish ministri i transportit José Luis Ábalos, i dënuar nga drejtësia spanjolle për vepra të lidhura me korrupsionin. Për vite me radhë, Pedro Sanchez është konsideruar një nga figurat më të fuqishme të së majtës europiane dhe një prej aleatëve politik më të afërt të Edi Ramës. Sot megjithatë kalendari politik i Sanchez po diktohet nga gjykatat dhe hetimet, jo nga agjenda e tij qeverisëse. Në Tiranë panorama paraqitet krejt ndryshe. Emri Olsi Ramës, vëllai të kryeministrit Edi Rama, është përmendur publikisht në disa çështje me profil të lartë, përfshirë dosjen e laboratorit të kokainës në Zibrak dhe hetime jashtë Shqipërisë që lidhen me mashtrimet me call center të Milton Group. Megjithatë, autoritetet shqiptare nuk kanë ngritur akuza penale ndaj tij. Jo vetëm kaq, por miku i tij Amanti Josifi nuk u prek nga drejtësia shqiptare, siç kanë raportuar OCSRP dhe mediat e tjera. Josifi ishte ortak biznesi me Olsi Ramën në kompaninë Pegasus Communication deri në vitin 2017 dhe kjo lidhje ka ngritur dyshime të vazhdueshme për mbrojtje nga nivelet më të larta. Hetimet ndërkombëtare e përshkruajnë atë jo thjesht si administrator, por si një bos mashtrimi me akses politik dhe lidhje me grupin ndërkombëtar Milton Group, i cili operonte 6 nga 15 qendrat e tij në Shqipëri. Po ashtu SPAK mbylli hetimet për çështjen e Zibrakës pa ngritur përgjegjësi ndaj Olsi Ramës, edhe pse faktet janë sheshit se makina që hynte e dilte te magazinat e drogës ka qenë e Olsi Ramës. Pikërisht këtu qëndron kontrasti politik. Në Spanjë drejtësia ka goditur njerëzit më të afërt të kryeministrit, pavarësisht kostos politike që kjo sjell për qeverinë. Në Shqipëri vëllai i kryeministrit bën ligjin. Dallimi nuk është vetëm juridik, është edhe politik. Në Madrid çdo zhvillim i ri e shton presionin mbi Pedro Sanchez. Në Tiranë Edi Rama nuk është përballur me një situatë ngjashme që të prek drejt për drejt familjen e tij në sallën e gjyqit. Linde Rama çdo vit deklaron apartamente dhe prona shtesë, por nuk ka asnjë verifikim për këto deklarime. Kjo nuk do të thotë se rastet janë të njëjta, as nuk do të thotë se përgjegjësitë janë të krahasueshme, por krijon një kontrast të fortë politik. Në njërin vend drejtësia ka prodhuar vendime që prekin rrethin më të afërt të kryeministrit. Në tjetrin emrat përmendur në debate publike dhe dosje hetimore nuk kanë përfunduar përballë gjykatës, ndërsa Pedro Sanchez përpiqet të mbajë në këmbë qeverinë mes një vale hetimesh, dënimesh dhe krizash politike. Edi Rama vazhdon të qeverisë pa u përballur me një situatë të ngjashme që të prek familjarët e tij në aspektin penal. Dhe ky është kontrasti që sot ndan Madridin nga Tirana.